Në hapësirat e Universitetit të Tetovës u organizua ceremonia e promovimit të absolventëve 2026, ku studentët përmbyllën një rrugëtim të mbushur përplot me sfida në kërkim të dijes akademike. Organizatorët nuk haruan të përmendin një nga një emrat e studentëve absolvent, por të falenderojnë edhe prindërit e tyre, profesorët, stafin akademik të Universitetit të Tetovës, që kanë kontribuar që kjo rrugë mundimshme e studentëve të merë epilogun pozitiv, por edhe të jenë krenar që janë vlerë e projektit madhor të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, Universitetit të Tetovës. Duke respektuar institucionin ku studioni dhe diplomoni, ju nesër do të respektoheni në profesionet që do të ushtroni. I vetëpërbuzuri kur nuk vlerësohet nga të tjerët. Ndjenja e vetëpërbuzjes dhe e vetë nënshtrimit në dobëson karakterin, krijon plasariqje në identitetin tonë, në bën të varur nga të tjerët dhe në paftëson të ndërmarim nismat e reja. Ju e keni përgatitjen profesionale që umbron të mos humbisni në labirintet e jetës dhe të botës. Ju e keni kapitalin moral, kulturor, profesional dhe intelektual që të bëheni avangardë e mbrojtësisë së shoqërisë dhe të kombit. Në emër të shumë studentëve ekselent të pranishmëve, ju drejtua studenti i Fakultetit të Mjekësisë Leart Ibrahimi. Është një privilegj i veçantë të qëndroj sot para jush si përfaqësues i studentëve. Ky moment nuk na përket vetëm neve si individ, por edhe gjithë atyre që na kanë mbështetur gjatë këtij rrugtimi. Ai është frit i viteve të përkushtimit, i sfidave të kapërcyera dhe i netëve të gjata të studimit dhe besimit se çdo ëndër bëhet realitet ku shoqërohet me punë dhe këmbgulje. Sot, në emër të gjithë studentëve, shprehim një mirënjohjen tanë më të thellë për universitetin tonë, institucionin që na hapi dyert e dijes, na formoi si profesionist dhe na përgatiti për sfidat e jetës. Këtu fituam dije, ndërtuam karakterin, krijuam miqësi që do na shoqërojnë gjatë gjithë jetës dhe mësuam se suksesi nuk arrihet vetëm me talent, por me disiplinë, përkushtim dhe përgjegjësi. Rektori i Universitetit të Tetovës, Jusuf Zejneli, në fjalën e tij, potencoi se sot është dita kur mblidhen frytet e përkushtimit të studentëve, duke shtuar se Universiteti i Tetovës gjithmonë do t'i ketë dyert e hapura për ta. Sot jeni protagonistët e kësaj ceremonie. Pas jush mbeten vite të mbushura me mësim, provime, net pa gjuhë, sakrifica dhe përkushtim. Nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, ka pasur momente lodhje, pasigurie dhe sfidash, por ju nuk u dorëzuat. Mos e shihni këtë ditë si fundin e një rrugtimi, shihni si fillimin e një përgjegjësie të re. Shoqëria pret shumë prej jush. Nga ju pritet profesionalizëm, ndershmëri e guxim për të marrë vendime dhe gatishmëri për të shërbyer atij ku do të punoni. Në mesin tuaj ndodhen mjekët që do të kujdesen për jetën e njerëzve, juristët që do mbrojnë drejtësinë, ekonomistët që do kujdesen për zhvillimin ekonomik, inxhinierët që do të krijojnë teknologjinë e të nesërmes, mësuesit, pedagogët që do edukojnë brezat e të ardhmes, artistët që do pasurojnë kulturën tonë dhe sportistët që do përfaqësojnë vendin me dinjitet. Ceremonia e promovimit të absolventëve 2026 u përmbyll si zakonisht me hedhjen e kapelave dhe me urime e përqafime, me familjarët të afërmit duke i uruar studentëve suksese gjatë karrierës së tyre. Nuk mungoi as edhe programi artistik. Ky eveniment u pasurua edhe me këngëtarët e mirënjohur Kastriot Tusha dhe Bajram Ali Idrizi.